Ekipet e huaja të shpëtimit u nisën drejt Myanmarit të shtunën për të ndihmuar në operacionet e kërkimit të mbijetuarve nga tërmeti shkatërimtar me magnitudë 7.7, që la të vdekur më shumë se 1000 njerëz në vendin e varfër të Azisë juglindore. Deri në mëngjesin e të shtunës, numri i të vdekurve në Myanmar ishte 1002, tha qeveria e drejtuar nga ushtria, shumë herë më i lartë nga raportet fillestare të mediat shtetërore për 144 të vdekur të premten. Tërmeti dëmtoi rrugët, urat dhe ndërtesat në Myanmar sipas juntës, generali kryesor i së cilës bëri një thirrje të rrallë për ndihmë ndërkombëtare të premten. Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit po kryen aktualisht në zonat e prekura, theksoi junta në një deklaratë për median shtetërore. Një ekip shpëtimi kinez mbërriti në kryeqytetin e Myanmarit, qindra kilometra larg qyteteve të goditura rënd si Mandalay. Të paktën 9 persona u vranë në Tajlandën fqinje, ku lëkundjet e tërmetit të fuqishëm dëmtuan ndërtesat, ndërsa një gradacel në ndërtim u shemb në kryeqytetin e vendit Bangkok, duke bllokuar 30 njerëz nën rënoja, ndërsa 49 të raportohen të zhdukur. Rusia, India, Malajzia dhe Singapori njoftuan se po dërgojnë avion me ndihmë dhe personel në Myanmar, i cili është shkatëruar nga një luftë civile pas një grup shteti ushtarak të vitit 2021. Korea e Jugut tha se do të sigurojë një ndihmë humanitare fillestare prej $2 milion për Myanmarin përmes organizatave ndërkombëtare.